إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, tek Ai pendohemi. Që udhëzon Allahu Azza wa Jall në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë nga ajo rrugë. Dhe atë që Allahu Azza wa Jall lën në humbje me drejtsinë e Tij, askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall, ai është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Xhamatlit të nderuar, ju poroses juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ti bindemi Allahut Azza wa Jall në atë që na ka urdhëruar, të largohemi nga ajo që na ka ndaluar. Në këtë formë do të fitojmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, jetë të qetë në këtë botë dhe lumturinë botën tjetër. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasim disa fjalë rreth sejdës dhe shpërblimit të atyre që bien në sejdë. Meqense sejdja është një adhurim shumë I madh, për cilin njeri mund të flet shumë, mirë po do të mundohemi me disa fjalë të rrumbullaksojmë këtë çështje. Sejdja është forma më e lartë nëpërmjet të cilës shfaqet robëria ndaj Allahut Azza wa Jall. Sejdja është pozita më e afërt me Allahun subhanahu wa taala. Njeriu në sejdë vendos pjesën e Tij më të ndershme, fytyrën e Tij, duke ju përul madhështisë së Allahut Azza wa Jall, duke ju bind Allahu te bareke wa taala. Andaj, për këtë arsye, ai I cili përulet Allahut Azza wa Jall më shumë, I nënshtrohet Allahut Azza wa Jall më shumë, kjo vetëm se do ta ngrit atë person dhe do ta nderoj Allahu Azza wa Jall më tepër. Sejdën gjithë e dim, sejdja është vendosja e fytyrës ose vendosja në tokë e 7 pjesëve të trupit. Ashtu që I ka përshkruar Allahu, I ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë për ulje dhe këto pjesë I vendosin për Allahun Azza wa Jall. E ato janë fytyra, duke përmend pejgamberi alayhi salam, thotë bolli dhe bën me shenjë nga hunda, pra fytyra, duart, gjunjt dhe majet e gishtrinjve. Po I përmendim vetëm disa gjëra të cilat tregojnë për madhështinë e sejdës, për vlerën e saj. Në rend të parë, sejdja është një ligj kosmologjik. Pra një ligj që Allahu ka bërë ligj që gjitha krijesat e Tij I bojnë sejdë Allahu te bareke wa taala. Si yjet atje në orbit, sikurse edhe drynt e pemt me rrojt ngulitura në tokë, çdo krijesë në formën e Tij I përulet Allahu subhanahu wa taala. Sot Allahu subhanahu wa taala në librin e tij fisnik, alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard.
A nuk e sheh se si Allahut i përulen ata që jenë në qej dhe ata që jenë në tokë. Për çdo gjë që jetë në tokë. Wash-shamsu, wal-qamaru, wan-nujumu, wal-jibalu, wash-shajaru, wad-dawabu. Po ashtu, dielli, hana, yjet, malet, drujt, kafsht, wa kathirun minan nas, dhe shumë nga njerëzit, ata janë besimtarët. Pra kjo është një ligj i Allah subhanahu wa taala. Dhe kur njeriu i bën sejdë Allahu te bareke wa taala, hyn në radh e krijesave të Allahut të cilat i përulen madhështisë Allah subhanahu wa taala. Gjë tjetër që tregon për vlerën dhe rëndësinë e sejdës është fakti se Allah subhanahu wa taala kur i përmend robët e tij të mirë, robët e tij të sinqert, një prej veçorive të tyre, thot Allah subhanahu wa taala, që kalojnë natën namaz dhe sejdë. Yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. E kalojnë natën duke qëndruar në sejdë për Zotin e tyre dhe duke nejtë në këmbë. Duke rënë sejdë dhe duke qëndruar në këmbë. Gjithashtu, gjë tjetër që tregon për vlerën dhe rëndësinë e sejdës është fakti se Allahu te bareke ve taala ka përmend në Kur'an se sejdja është dëshmi e imanit dhe dëshmi e besimit vërtet. Sot Allah subhanahu wa taala innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujada. Vazhdon ajeti. Sot Allah subhanahu wa taala në shenjat tona besojnë vetëm ata. Besim të vërtet kanë vetëm ata të cilët kur u përmenden ato, pra shenjat, ajetet e Allahut azza wa jall, ata binë në sejdë, pra përulen shpejt, pra i përgjigjen Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo është shenja e imanit dhe besimit. A sejdëja, fakti që ata më njëherë i përgjigjen Allahut azza wa jall, fakti që ata i dorëzohen më njëherë Allahut azza wa jall në sejdë, kjo tregon për imanin, për besimin e tyre. E sa i përket vlerës dhe shpërblimit të sejdës, po i përmendim vetëm dy hadithe profetike. Ku te i pari tregon Thawbani radiallahu anhu që ka pyetur të dërguarin sallallahu alaihi wasallam për veprën më të mirë, disa transmetime për veprën më të dashur te Allahu subhanahu wa taala, dhe është përgjigj, thot alejke bi kathratis sujud, thot bën shumë sejdë. Ndër veprat më të mira, ndër veprat më të dashura tek Allahu azza wa jall, është timi i madh i sejdëve, që njeriu shumë dhe shpesh të përulet Allahut azza wa jall në sejdë. Dhe vazhdon i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe thot se nuk ka sejdë që e bën njeriu vetëm se për atë sejdë do të ngritet një shkallë dhe për atë sejdë do t'i falet një mëkat. Andaj shtoni sejdë. Gjithashtu transmetohet nga Kabi radiallahu anhu al-Aslami, i cili thot isha natën me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, pra kalova natën me të, thot ja përgatita ujë për abdes, më fal natën, më fal namaz natën, dhe gjonat që kishte nevojë. Atëri dërguari sallallahu alaihi wasallam i thot kërko. Thot kërko lëp, një lloj kthimi të mirës me të mira. Ai po i shërben pejgamberit alayhis salam, pejgamberi thot kërko diçka. Nuk thot o djem, mia. Thot pejgamberi sa kërko, kërko çka dush, me një farë forme, lyp çka dush dhe do t'japet ajo që ti kërkon. Se lutja e pejgamberit alayhis salam është e pranuar te Allahu azza wa jall. Dhe çka thot ky shok i tij?
Edhe pse këtë pyetje mirë na më abo veti, kishim po në konzitën e tij çka kishim lyp na. Pa dyshim që kishim lyp diçka, Allah na fal, diçka të dunjos, diçka të menjëhershme, diçka të shpejt. Nështë kjo është e para që ne kishku ndërmen. Mirë po, lyp ma të mirën të mundshme. Jo vetëm që lyp xhenetin, po e kërkon shoqërimin e pejgamberit alayhis salam të jetë afër ti ditën e gjykimit, të jetë afër ti në xhenet. Thot mos don diçka tjetër, thot vetëm këtë kërkoj ja Rasulullah. Atëherë, si përgjigjet pejgamberi sa thot ndihmom duke bërë shumë sejdë. Pra sejdët e shumta janë shkak që njeriu me kon afër të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Përveç tjerash, sejdët e shumta, sejdët e shpeshta janë shkak që njeriu të ngritet që shtam hadithi tjetër në atë shkollë, mirë po tjetë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur jem të sejdja, ajo pjesa më e frikshme e kësaj, nëse mundem kështu më shpreh, është se njerëzit më të poshtruar janë ata njerëz që tregohen me ndjemadh dhe nuk i parulen Allahut azza wa jalla dhe nuk binë në sejdë. Njerëz më të poshtruar. Në ajetin që e lexuam më herën surën Hajj, që Allah i bën është ligj gjithçka ti bën në sejdë ti parulet atij. Sot Allahu wa kathirun minan nas, shumë nga njerëzit, besimtarë, shumë prej besimtarëve vërtet. Wa kathirul haqqa alehim al'adhab. Sot Allah në vazhdim, po shumë të tjerë e meritojnë dënimin e Allahut. Për çka? Se nuk i parulen Allahut, nuk i bin sejdë Allahut azza wa jall. Wa ma yuhinillahu falaysa lahu min mukrim. Ato që e poshtron Allahu, për të nuk ka kush që ndërron. Ande kjo është ai rreziku më i madh. Se mesazhet që ti i bën, përveç nderimit të madh që pritet, ajo që është tjetra është njeriu që nuk bën në sejdë rrezikohet nga ky poshtrim. Rrezikohet nga ky dënim. Poshtrimi më i madh, atëherë çfarë vjen nderimi njerëzve? Nëse gjithë njerëzimi të nderon, nëse të gjithë njerëzimi je i respektuar, çfarë kush je ti ai që nëse Allah azza wa jalla poshtron? Poshtron para gjithë njerëzve. Dhe mos përulja, mos bëmja sejdë Allahut azza wa jalla është cilësia e iblisit, i cili nuk pranoi të jetë me ata në sejdë me melajket. Atër, ti jesh i kujdesëm se çdo kohë që ti rret e zoni dhe ti nuk bjen në sejdë, nuk je me melajket atje, nuk je tu i përgjigj Allahut azza wa jall. Nuk je me pejgamber, që tu i përgjigjen Allahut me sejdë. Me ata besimtarët e mirë që më një herë në sejdë dhe në këtë formë e shprehen bindjen dhe besimin ndaj Allahut azza wa jall. Po je tu përgjigj iblisit. Dhe pastaj e treta e fundit me këtë është fakti që njerëzit do të urdhërohen ditën e gjykimit, Allah do t'jap leje që bëhet atij sejdë. Por jap leje vetëm atyre që kanë bërë sejdën këtë botë me vullnet dhe dëshirë, me besim dhe sinqeritet. Kurse të tjerët nuk mundën, fela yastati'un të dallon Kur'an, por përpjekën të tjerë, po s'mundën. Thot pejgamberi sallallahu edhe ata që në hadith kur e komenton këtë pjesë, thot dhe ata të cilët nuk kanë bërë sejdë për Allahun, po nga sy e fatësia që njerë me po, që filoni po falit, po bën sejdë, po bën me neve në xhami. Nëse se ka bërë për Allahun, përpjeket me bërë sejdë mirë, po prap sot shpina i kthehet. Bot ju ka shtangu shpina, bile bjen me shpinë mrapa. S'mundet me rënë sejdë. Andaj o vllazni, të shtojmë shumë nga përulja dhe sejdët, të i bindemi Allahut azza wa jall. Kështu do të jemi të lumtur në këtë botë. Kështu do të jemi qetë në këtë botë. Me gjitha provat që kemi, çdo gjë do të jetë e lehtë pastaj me Allahun azza wa jall. Mirë po çfarë është më e rëndësishmja?
do të jemi afër Allahut azza wa jall edhe në botën tjetër dhe afër pejgamberëve, afër njerëzve të mirë, në xhenetet e larta, duke qenë Allahu i kënaqur me neve. Andaj kjo është ajo që më shumë ti duhet na shtyj të qëndrojmë fort në rrugën e Allahut, kapur për librin e tij dhe sunetin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah azza wa jall gjithëherë falenderojmë, salavat dhe selame mbi të dërguarin tonë dërgojmë. Vllazën të nderuam. Andër po si tjetë njeriu prej atyre që ban sejdë shumë, ose hin mesin atyre që i përullen Allah azza wa jall me sejdë. Gjithë e dim, e para dhe kryesore është që njeri tjetë i rregullt në 5 kohë namaz. Që të kryejnë këto janë sejdët obligim. 17 sejdë, 17 rekate. E që është 34 sejdë ti nditje i ki obligim, i ki farz me i përullë Allah azza wa jall. Kjo është ai progu që gjithë se cili duhet me përmbush. Pasta janë vazhdo njeriu me namazë vullnetare. E që janë edhe sejdët pra sa janë edhe me ato sejdë vullnetare, me namaz nafile, sunetet, namaz dohaje, namaz natë. Në këtë formë, njeriu shton sejdën. Dhe ta dim se përveç kësaj njeri të përpjeket të zgjat sejdët, sidomos kur falet vetëm, sidomos namazet nafile, sidomos namazin e natës. Të zgjat sejdët. Kjo është, domethënë, shenja atyre që i bojnë Allahut shumë sejdë. Pra edhe për nga numri, po edhe për nga forma, me kon sejdë me shpirt, me zemër, me e gjatë, e shoqëruar me dua të shumta. Që thot pejgamberi alayhis salam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Pozita më afër te robit me Zotin e tij është kur ai është në sejdë. Atë çka na porosit pejgamberi, shtoni nga dua. Pra zgjatni ato duke bë lutje dhe duke bë dua. Andaj o vllazni, ta ndriçojmë jetën tonë me namaz e ruku e sejdë. Ti bëjmë dritë shtëpia tona, ti bëjmë xhamia shtëpia tona, duke fal namaz në to, duke edukuar fëmijët tonë, që nderimi i tyre në këtë botë dhe në botën tjetër dhe ngritja e tyre është duke u përul në sejdë. E të bëjmë dua shumë që Allahu na udhëzon, na bën prej atyre që falin sinqerisht këtë botë, na bën prej atyre që nderohen lart në botën tjetër, ngritën në shkallë të larta të xhenetit dhe na ruan Allahu azza wa jall nga pështrimin këtë botë dhe botën tjetër. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.